Shikues të nderuar të televizionit Festa, sot në studion ton për të folur, për të bashkëbiseduar, mysafir kanë ftuar njeriu e sakrificës, njeriu partës të proceseve të shumta të çështjes kombëtare, njeriu që sot e quajmë histori të gjallë. Mirëmbrëma dhe mirëseardhje i dëshiroj profesor Hisni Shaqiri. Mirëmbrëma dhe përshëndetje si studio, ju uroj sukses dhe të hecni përpara. Keni gjithçka që është për juve kënaqësi dhe për gjithë popull. Ju falenderoj për të ftesën. Profesor, për më tepër se 35 vjet si gazetar, vazhdimisht kam përcjellur aktivitetet e tua politike. Por edhe si ish nxënës i gjimnazit ku ju keni qenë profesor, gjithashtu i kam përcjellur dhe i kam të njohura të gjitha aktivitetet. E thash në fillim, njeri i sakrificës, histori e gjallë. Mund të fillojmë diku nga vitet e 80-ta kur filluan problemet në arsimin shqip në Kumanov dhe roli i Hisni Shaqirit aso kohë? Në vitet 80-81 ishte një lëvizje, sidomos 81 një lëvizje kombëtare që i paraprinin studentët e Universitetit të Prishtinës, të Kosovës, strukturat, saktura, që në një fakt i kishte ardhur fundi durimit dhe nuk kishte zgjidhje tjetër dhe studentët kërkonin të drejtën në kuadër të ish Federatës Jugoslave, e cila në një farmërinë shqiptarët nuk i trajtonte si popull të vetin, po popull i huaj në trojet e veta. Ai problem lindi dhe mur për masa shumë të mëdha dhe kërkesat e shqiptarëve në kuadër të protestave, ngjarjeve të 2081-shit në Kosovë ishin shumë reale. Duke i pas parasysh shumë fakte. Son po thirrëm edhe në histori pak. Për shembull, shqiptarët edhe me formimin e ish Federatës Jugoslave ishin populli i tretë për numri i banorëve pas serbëve dhe kroatëve. Por në konferencën e Jajcës me 1943 ku vuan themelët e ish Federatës Jugoslave nuk u përfillën. Dhe ajo mos përfillje vazhdoi rregullisht deri në shpërbërjen e Jugosllavisë. Dhe ishin të detyruar në kuadër të këtij protestave që ishin mirë të organizuar, të kërkojnë të drejtat e veta në kuadër të Jugosllavisë, se për me bashkëjetu me dikan në një shtet duhet të trajtohesh i barabartë. Shqiptarët asnjëherë nuk u trajtuan gjatë sistemit komunist dhe u mush kupa dhe plasi sherrri. E problemi tash nga Kosova u bart edhe në pjesë tjera ku banonin shqiptarët, edhe në Maqedoni. Ku e përmend aty ngjarjet e 81-shit Kumanov. Nuk ishin të rastit, ishin skenart i përgatitur nga Beogradi zyrtar, që kishte ndikimin në politikën zyrtare të Republikës Socialiste të Maqedonisë nëpërmes strukturave komuniste të asaj kohe. Dhe pa pritmës strukturat e Partisë Komuniste të Maqedonisë në gjimnazin e Kumanovës kërkojnë të na imponojnë diçka që ishte në kundërshtim edhe me kushtetutën e vitit 74, edhe me shumë ligje të këtij vendi që administratën të mbajmë gjuhën maqedonase, që ishte një, të them, e pa drejt, e pa përballueshme. Ne nuk bënëm as më shumë as më pak se sa na takonte si shqiptar. Dhe në kuadër të atij procesi që ishte funë në krije politik dhe provokativ, shumë provokues për çështjen shqiptare, për fatin e shqiptarëve, ne u munduam me përpjekjet tona që t'ia bëjmë me dije se kjo nuk është e drejtë, por e kishin forcën dhe në fund i morën gjitha masat, krejt ai proces azjati më shumë se një muaj e gjys, neve në largun prej punë disave, 4, 5 prej atine, 10 me emra mbi emra. Kush ishin ata?
ishte Naim Ibrahimi, Avni Dehari, ishte Fehim Ibrahimi, ishte Esat Dehari, edhe unë. Në largun, po dhe tjerë që mbetën ati, murën denim, kështu me para përjashtime, dikush ma shumë, dikush ma pak, po kryesore gjendja e mrenshme në shkollimin me mësim në gjuhën shqipe në gjimnazin e Kumanovës tërësisht u destabilizu dhe u rënu gjithë ajo klim pozitive që llogaritnin shqiptar që me vullnetin më të madh që të shkollohen se shkollimi të ne ka qenë gjithmonë i limituar nga ana e pushtetit qoftë Slavo-Macedonas, qoftë edhe nga Federata Jugoslave, sepse edhe me Federatën Jugoslave në atë kohë udhëheqte politika sërbe. Dominimin e kishte dhe çështën shqiptare Serbia në një farë mënyre pas ngjarjeve të 81-shit u mundu me çdo çmim ta pastroje dhe të arrijë qëllimin e vet shekullor për një destabilizim tërësishëm të shqiptarëve në gjithë trojet e veta etnike që ti detyroje me një shpërngulje masovike që ajo pa në luftën e Kosovës në vitin 98-99, kur Kosovës me këtë presionin që ushtroi Serbia, pjesën ndërmuese përqindjen më të madhe të popullatës e dëboi. E ndodhen rrethana tjera që nuk i kishin bërë llogaritë si duhet, si nuk i kanë dalë edhe më herët, se presioni ndaj neve është ushtruar edhe më herët prej luftave ballkanike. Profesor, pajtoni me faktin se Kumanova si duket në ish Federatën Jugoslave gjithnjë ka shërbyer si poligon për manovrime të ndryshme politike për të matur pullsi pastaj në Kosovë dhe në troje tjera shqiptare? Shive, pikrisht mas ngjarjeve të Kosovës, domethënë Federata Jugoslave në fillim ka qenë krejt me ato republika që kanë qenë slave, kanë qenë krejt kundër shqiptarëve. Por ma vonë u pa politika hegemoniste e Serbisë, që kishte qëllimin të dominoje, të krijoje një Jugosllavi të re që ma vonë lindi me lëvizjet politike që ndodhen brenda asaj federate që më në fund u shpërbon si ngrehin slave në Ballkan, u pa se hegemonizmi serb nuk e ka ndërmend të ndalet. Dhe ndryshon mendjen për shembull Republika e Kroacisë dhe Slovenisë morën qëndrime shumë pozitive për ta shpëtuar edhe veten se qëllimi i Serbisë veç u po haptas politikës së Slobodan Miloševićit që ta ktheje dominimin si në mbretërinë serbo-kroate slovene ku dominonte Serbia. E tash kjo politikë të serbët gjithnjë ka qenë aktuale, ka qenë dominuese, por kanë bërë prova dhe taktizime që në vendet më të dobta shqiptare të intervenojnë e në atë rast, në atë situatë, me që Kosova ishte një forcë shumë e organizuar me studente, me gjithë një popullat homogene në një territor të caktuar dhe kishte disa privilegje në kuadër të ish Federatës Jugoslave, si autonomi e pavarur me kushtetutën e 74-s, nuk e pa të lehtë. Ma vonë e bon provën në Kumanov, që ishmi ne fronti i parë. Dhe ati fillun, do me thonë, po krejt ajo ishte, do me thonë, dominim i hegemonizmi sërb në përmes salateve të vetë, bashkëpunëtor që ishin të politikës Beogradit, edhe nga strukturat komuniste të Republikës Socialiste të Maqedonisë. Sepse edhe këtu e shikonin njëjtin interes. Mendonin se do të arrin diçka që shqiptarët i kthejnë në pikën 0. Që edhe shkollimin e mesëm t'ja morrin, që me parandjenjë, tash ta kanë mujt t'i kuptojnë se proceset demokratike me kalimin e kohës do të vinë, dhe shqiptarët mos kenë mundësi të mirën me kërkesa tjera, t'i kthejnë në pikën 0 dhe të mirën me gjëra elementare, siç na ndodhin nga 91-shi, të bëjmë përpjekje t'i hapim shkollat e mesme që shumë qytetet të banuara me shqiptarë u mbyllën me këtë aksion,
sidomos përfundoi me Kumanov me ngjarjet e 88-s, që kanë qenë ngjarje shumë të rëndësishme në atë proces. Kumanova ka qenë shumë e zanë, shumë e organizuar, gjitha, thash edhe në 81-shin, edhe në 88-ën, që e arriti kulmin e vet, ajo lëvizje kombëtare, dhe unë mendoj se kalon gjurma të rëndësishme në gjithë proceset historike për çështjen shqiptare, qoftë në Kumanova dhe më gjerë. 81-shin, kur u bë dhe diferencimi ideopolitik për mos përfilljen e evidencës dëgjësore, u dënuat në atë kohë me burg? Po, dënimin më të vështirë, më të rëndë përjetoi Naimi. Ne ishmi gjithë kështu mos them një organizim, po një grupim që kishmi të njëjtën mendje. Por shigjetët, pushteti i drejtoi më shumë Naimit, edhe Naimi ta shumë mos tin ato çështje. Naimi pa ku kthej shumë para neve edhe ishte situata ende pa e definuar. Edhe unë për veti nuk kam qenë këtu kur ka ndodhur gjithaj proces edhe arrestimi i Naimit, por Naimi edhe ka pas një qendrim që vlerësimi i gjithë profesorëve, jo krejt, në mënyrë absolute, po disa profesorëve që me rezistencën që e ka pas ndaj shumë çështjeve me interes për shkollimin e shqiptarëve në kuadër të gjimnazit Goça Delçep, ka qenë shumë i rëndësishëm dhe por nuk ka qenë vete i mbështetur nga shokët. E ne, unë edhe Sati u dënuam me ka 2 muaj burg. Unë u ktheva vonë, u ktheva diku në gusht të 82-sht. Shumë gjona ishin qartësu, se fillimi ishte shumë, themi, i pa definum, i pa qartë, dhe çdo gjë ndodhte sipas dëshirës që e donin Partia Komuniste e Maqedonisë. Por çka është më e rëndësishme, neve na mohu e drejta për në asnjë kohë derisa sa të ekzistojë Maqedonia si republikë në kuadër të Jugosllavisë, mos me punu në arsim. Na vëmurë e drejta, me vendim. Edhe ne nuk kishmi të drejtë punësimin në arsim, si kuadër nuk kishmi tjetër profesion. Unë për veti një 3 vjet qëndrova pa punë, mandej kështu mu dha mundësia të punësohem në rrëthinën e Gjilanit si mësues i matematikës, që ishte kuadër deficitar edhe nuk më banën problem më pranun dhe aqe qëndrova 7 vjet e kusur deri në kurse sistemi komunist përfundoi në vitin Maqedoni 89 filloi ka fundi, zgjedhjet në vitin 90 zgjedhjet parlamentare para të mbajtën në dhjetorin e 90-s, kurse demokratizimi u ndodhi mas 91-shit dhe lindën rrethana të reja dhe ai sistem përfundoi me çato pasoja që i përmendëm. Shkollat shqipe përjetuan në rrënim total, u shkatru sistemi arsimor, në i vetmi, ta them, institucion që ishte me një dominim të theksur nga ana e shqiptarëve, vetëm sistemi arsimor, shkollat e mesme. E në qytetet si Kumanova, Kërçova, Struga, u rënu, u dëmtu sistemi dhe nuk mbijetoi, sidomos më vonë me presionin dhe politikën që e zhvilloi Partia Komuniste e Maqedonisë në bashkëpunim me Partinë Komuniste të Serbisë. Profesor, nuk mjaftoi vetëm rrënimi i procesit edukativ arsimor, shkollimi në gjuhën shqipe. Ish sistemit i pengojshin edhe rrethojat, muret e shtëpive. Shifë po të regoj kje drejta të çështja shqiptare në këto toje që nga luftat ballkanike mbetëm në sundimin e shteteve slave, Serbisë, Molitzi dhe pjesa tjetër e jugut të Shqipërisë në sundimin e Greqisë. Ka përjetu
lloj-lloj ngjarje të rënda, të vështira, të përgjakshme. Edhe të them drejtën, presioni nuk është ndalë, sepse politika e slavo-ortodokse edhe greke, se janë këto kthej boshti ortodoks, gjithnjë ka qenë për një Ballkan pa shqiptarët kanë llogaritën. Dhe pas luftave ballkanike, sundimi i Perendorisë Osmane përfundoi në Ballkan. Dhe ato me fitoren që e korrën ndaj Perendorisë Osmane ju kthiun trojeve shqiptare kudo që jetojnë. Në Ballkanin perëndimor, u sulmu dhe Shqipëria sotshme që është shtet. Luftë e përgjakshme ka qenë. Në atë luftë përgjakshme, shqiptarët e bënën kthesën historike, duke pas situatën me lidhjen e Prizrenit që organizuan në kuadër të gjithë trojave shqiptare. Ishte një kuvend shumë i rëndësishëm që mori iniciativë për mi dalë zot tokave shqiptare. Mirë, po megjithatë proceset si rrëdhën, thash, luftët ballkanike to e fituan një kuraje dhe vazhduan më ndaj sulmin ndaj tokave shqiptare me momentin kur mur fund Perendoria Osmane dhe trojet e veta donin të zgjaronin në dëm të tokave shqiptare. Kjo luftë ka qenë nga 1878 me marrëveshjen e Shën Stefanit dhe vazhdoi për 20 vite rrëdhazi pa ndërpre brenda shqiptarëve për mi përballu dhunës dhe terrorit serbo-grek. Organizimi nuk ka mungu, ka pas adhetar bota shqiptare gjithnjë, i kanë pri njerëz shumë të denjë dhe dashamir të çështjes shqiptare, duke filluar nga Rilin Dasit, edhe vazhdoi ky proces deri në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Por edhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë ndodhi në rrethonat e luftës. U shpall, po fal atin e adhetarëve. E tash, ky proces për pastrim etnik gjithnjë ka vazhduar në kuadër të gjithë sundimit jugoslav, sidomos në tokat shqiptare që mbetën nga luftat ballkanike në jashtë territorit të shtetit shqiptar. Edhe në kohën e fundit, kur thave i mbyllën shkollat, filluan të intervenojnë edhe në organizimin e jetës private për mi prish rrënojët, murët që i kishin si rrethoj familjet shqiptare sipas traditave dhe zakoneve që nuk kanë qenë vetëm të një kohë, po kanë qenë një kohë të shkurt, por një kohë të gjatë, se si cili popull i ka traditet e veta në ndërtimin e jetës, pavarësisë dhe organizimeve tjera që ndërlidhen me gjithçka që është interes kombëtar. Këtë drejtim shqiptarët kanë bërë lëvizje dhe i kanë ndrujt ato tradita. Dhe fal atin e traditeve ndodhi që shqiptarët mos përjetojnë asmilimin siç kanë dashur serbët dhe grekët. Tash në disa pjesë të tokave të pushtuara për fat keq kanë ndodhur asmilimi, kanë ndodhur pastrimi etnik, por jo edhe siç e menduan. Prandaj edhe ai presion me rrënojet, edhe me shkollat që u bën në para fundit të shekullit 20 nuk ka qenë i rastit, po ka qenë shumë mirë i menduar, i përgatitur nga qendrat e caktuara slave, qendrat e caktuara anti-shqiptare slave, që në çdo kohë, në çdo periudhë kur kanë llogaritë se përfitojnë, kanë organizuar sulm ndaj shqiptarëve me forma më perfide, më provokuese, që sa më shumë të destabilizojnë shqiptarët në trojet që jetojnë dhe të shprëngulen. Profesor, dhe 10 vjeçi i fundit i shekullit 20, pra nga viti 1990 deri në vitin 2001, në karrierën tuaj, në jetën tuaj të karrierës, pra si në profesion, po ashtu edhe në politik, mori një kakje krejt tjetër, pësuan ndryshime radikale tek Hisni Shaqiri. U bët deputet
i parlamentit të parë plural në Maqedoni. Si i përshkruani ato momente të pluralizmit të parë në Maqedoni? Unë shife me sistemin pluralist, shumë partijak, që ndodhi organizimi në gjithë Jugoslavinë, unë isha atëherë me punë në Kosovë, në rrethinën e Gjilanit. Dhe kur u formuan partitë edhe shqiptare, se shqiptarët nuk kanë pas pavarësi politike në kohën e Jugosllavisë së parë, as Jugosllavisë së ditë, ka pas disa kuadra të përfshirë në brenda Partisë Komuniste, por nuk kanë pas organizim të vetin. Me sistemin pluralist, lindën partitë politike shqiptare, mundën përgjegjësien me ju prim proceseve. Në kuadër të këtij procesi edhe unë, edhe pse isha me punë në Gjilan, ju bashkangjita aktivitetit. Dhe me gjithë shokët e gjeneratës dhe njerëz të tjerë, u mundun të japim kontributin tonë. Unë edhe kur jam propozuar si deputet, nuk kam qenë i pranishëm kur është bën lista. Ka njoftu njëri prej qytetarëve që një njeri më shumë që më ka dash shumë. Kur më kam arrit prej Gjilanit në Kumanov, thatë kanë propozuar për deputet, unë se kam ditë. Dhe ndodhi që ndodhi, zgjedhjet u mbajtën, shqiptarët u mobilizuan masovikisht dhe kishin fitu 23 vende parlament. Puna filloi prej zeros thash. Ajo përbërja e deputetëve u ballafaqonte me probleme shumë serioze. Thash, mungonin shkollat e mesme që ishin mbyll. Ishin punu administrata maqedonisht, në gjuhën maqedonase. Edhe shqip vetëm formalisht kushdon. Ishte një provokim i rëndë. Dhe nga ky pozicion që startuan shqiptarët, nuk ishte e lehtë diçka të arrihet, edhe pse mendonim se demokracia do të sjellë gjithçka. Unë në një moment e parafrazoj. Thonë demokracia nuk formon shtete. Demokracia funksionon prej strukturave, institucioneve të shtetit. Dhe është funksionale dhe është në parimore dhe e bazuar në kriteret bazë që janë demokracitë e shteteve moderne, nëse ka kontroll institucional. Po edhe mas këtij sistemi nuk ka shtregu pjekuria e mjaftueshme politike që shtetet e ish bllokut socialist të kenë një demokraci funksionale, e sidomos Maqedonia dhe shtetet e ish Federatës së Jugosllavisë, me përjashtim Kroacisë dhe Slovenisë që i përshkruhet një përparim dukshëm i madh që ishin edhe më të përgatitur prej neve, por ne mbetëm mbrapa, sidomos shqiptarët me atë gjendje që e kishin. Po duhet dal edhe te kjo çështja që është thelbësore. Kjo periudhë 81-90 njët periudha më famkeqe për shqiptarët. Pas viteve 45-ta, kur u vendos sistemi komunist i Jugosllavisë së parë. Gati se ka qenë identike me atë. Edhe ta shqiptarët, me qatë organizim politik që e bon, arritën të kenë një kontroll deri diku, por jo në mënyrë të theksuar që me ndikim në ndryshimin e gjendjes së përgjithshme, e cila ishte shumë e tmerrueshme, me shumë probleme si në ekonomi, se shqiptarët gjithnjë kanë qenë populli më i varfër në Ballkanit perëndimor, sepse koha që e kanë kalu e përshkruan një gjendje shumë të vështirë, thash me luftra dhe shumë presione tjera nga shtetet slave, Serbia, Greqia, si shtet që nuk i takon botës slave, por ishin në aleancë kundra shqiptarëve. Ki problem, të them drejtën, edhe sot e kësaj dite ekziston të shqiptarët. Ne nuk e kemi zgjidhur gjitha problemet dhe shumë çështje tjera që janë evidente prej 1912-s.
është ndryshu gjithë shka, ka përfundu lufte e parë botërore që morën fund di perëndori u shkatru perëndoria austro-ungoreze dhe perëndoria osmane. U themelun shumë shtete me mbështetjen e Rusisë cariste, e cila ishte e pozicionuar fort në botën nga ana e botës slave dhe tokat e shqiptarëve u bënën pazar si interes i botës slave, si interes i Rusisë, që Rusia pretendonte ta kontrollojë Ballkanin perëndimor. Në këtë drejtim, fuqitë tjera të mëdha të Evropës nuk i mbështetën shqiptarët. Por në fund, vlerësimi im politik është, edhe konstatimi nga gjithë historia dhe proceset se si janë zhvillu, sherrin Japan edhe ato vetë Rusisë që më herët do të thonë ishte Bashkimi Sovjetik. Dhe jashtini të merrin gjithë Evropës dhe u krijuan rrethana shumë favorizuese për Rusinë, Bashkimin Sovjetik, që të dominojë në Ballkanin perëndimor dhe ajo tokë e pushtuar më herët si vend i banuar me shqiptar, asnjëherë nuk patën forcë shqiptar që ta shirojnë. Me përjashtim të maseramjes sistemit komunist që arriti Kosova në vitin 98-99 të çlirohet, fitoje pavarësinë dhe si shtet që edhe sot ka probleme nga presioni sërb. Por megjithatë, sot shqiptarët duhet jenë të vëmendshëm, të organizuar, se bota është gjithherë, domethënë në lëvizje, dhe politika në përgjithësi nuk është ashtu na sa mendojmë stabile, edhe të thomi si kemi arrit. Po, profesor, prapë të kthehemi te ajo periudha, organizimi i parë politik i shqiptarëve në kuadër të një partie politike siç ishte Partia për Prosperitet Demokratik, cilët janë të arriturat aso kohë, edhe atëherë përballë organizmi politik shqiptar me probleme të shumta, sjellja e kushtetutës, referendumi, kishte shumë çështje. Drejta, kjo pyetje është shumë e rëndësishme dhe shumë domethënëse. Jo sot, po ka qenë edhe më herët, po. Por do të mbetet. Nuk duhet të vanohemi. Shife gjithë organizimi politik që ndodhi brenda shqiptarëve pas shpërbërjes së ish Federatës Jugoslave, të them të drejtën, shqiptarët nuk kanë përgatitur sa duhet për mi kuptu proceset. Nuk kanë në gjendje t'i hapin temët shumë të rëndësishme që kishin domethënie për fatin tonë, për të ardhmen tonë, por njëkohësisht edhe për faktorin ndërkombëtar që ishte interesuar që edhe Ballkani perëndimor të stabilizohet. Po stabilizimi në Ballkanin perëndimor nuk mund të vijë me shqiptar të shpërndarë në shumë shtete që formuan shtetet. Republikat Jugoslave, kuadër të ish Federatës Jugoslave, fituan pavarësinë. Ne nuk kem gjendje me hap kontestin historik nga mosnjohja e problemeve, nga mos provoja se subjekti ndërkombëtar, siç ishte Federata Jugoslave, që e fitoi të drejtën e trashëgimisë së tokave të pushtuara shqiptare në luftat ballkanike, ajo më ka përfundu edhe kishte marrë fund dhe çështjet u dashin të hapen në kuadër të shteteve të reja, të pasaformuara dhe çështja shqiptare të zgjidhet në mënyrë shumë të them të kuptueshme, me një organizim të mirëfillt dhe ketë një përkufizim të drejtë politik dhe ekonomik. Ata nuk e bëm. Ne u bartëm nga një vend, nga një republikë te republika tjetër. E tash edhe në kuadër të Maqedonisë. Edhe Maqedonia. Maqedonia ka qenë vend i pushtuar si shqiptarët nga luftat ballkanike. Këtë çështje, këtë drejtim, gabimi është bë luftën nacionale shqiptare që u bë lufta e ditë botërore. Gabimi është bë se ai vend që fiton të drejta me një luftë të re, edhe populli tjetër që i përket atij vendi duhet të njëjtat të drejta të fitojë. Ne nuk kemi qenë të organizuar, nuk kemi qenë të përgatitur as politikisht, as historikisht, edhe nuk kemi pas qasje të thjellët
rreth shumë temave, çështjeve që janë me interes të përgjithshëm. Po, ky momentum që thoni ju, a solli pastaj deri te plasaritjet për çarjen në Partinë për Prosperitet Demokratik, e cila u nda pastaj në dy parti, nga cila lindi pastaj atëherë si quheshte Partia për Prosperitet Demokratik e shqiptarëve, ashtu diçka, tash Partia Demokratike Shqiptare. Shife, Këto janë të gjitha fakte historike që kanë rrjedhur. ti je media e parë që pesjaroj një çështje. Po. Si janë marrë shumë me mua, qartjet e caktuara, të cilët janë të prirë më shumë të damtojnë interesin shqiptar se sa edhe prekin edhe në figura që janë me interes kombëtar. Më kanë thonë shpeshherë se unë kam ndrru parti. Jo. Që pesjaroj këtu këtë problem, të kishte si material. Unë nuk kam ndrru parti. Me që e përmendën ndarjen. Unë thash vetëm keni vazhdu procesin. Në tash. Po du ta them. Po. Ndarja ndodhi qëtërku. U mbajt kongresi i përbashkët në shtëpinë e kulturës në Tetov. Dhe në një përplasje me zveti ndodhi një pjesë e deputetëve e lishun kongresin ku u mbajt dhe u largun me gjithë një strukturë të caktuar, por kishte edhe deputet tjerë që nejten ati. Po me kalimin e kohës, duke pa interesin se ati kur gjon smet në shtëpinë e kulturës, llogaritnin ashtu, edhe ato kalun në anën tjetër, unë nuk lëvizja. Por ndarja nuk e ka bën isnim. Ndarja ndodhin në kongres. Çështja tjetër, që me që inëm se përcitet t'i kthena kësaj teme. Hisnjohëm mas luftës së 2001-shit me bashkëpunëtarët nuk mu i kisha mundësi të PDSH-ja. Unë nuk kam dalë për PDSH-s. Në politikë mund kiqë dikun qëtë. Unë ju kiqja luftës. Për një interes madhor. Do të vazhdojmë aty pak më vonë. E tash, te PD-ja që unë ndonë dish. Ndarja ndodhi qëtërkun. Por ne ishmi viktim. Unë nuk lëvizja prej ati pozicioni. Dhe dul një strukturë e re, që ma vonë në fillim ishte PDSH-ja, ma vonë PDSH-ja. Sa do qoftë, ajo parti i ka prim proceseve. Ka bon një lëvizje pozitive. Kur e them këtë, e arsetoj me faktin se më herët në vendet udhëheqëse shqiptarët kurkun s'kan qenë para ardhes së PDSH-s në qeverisje me vëmëron. Ati u kryun mundësit, rrethonat lehtësuese që kishte edhe vende udhëheqëse kishte shqiptar. U bon një hap përpara. U lëviz diçka, por jo i mjaftueshëm. E tash, po megjithatë, duhet të jemi realista dhe të kuptojmë këtë drejtim. Edhe PD-ja kur ndodhi ndarja, nuk është bën prej qarqeve të mbrëmshme, është bën prej qarqeve të jashtme. Atëherë dul afera e armëve. Ndërkombëtarët banin presion në Shqipëri për aferën e armëve. Për atë aferën e armëve u burgosën disa figura të PD-s. Krejt ka qenë skenari përgatitur nga qeveria atëhershme maqedonase në bashkëpunim me qeverien sërbe, sepse Serbijës ju përgjigjke një politik destabilizuese në Maqedoni, sepse politika e Beogradit e dinte se do të ndodhin edhe ndodhen ndryshimet, por edhe Jugoslavia do të shpërbahet. Dhe interesi i saj ishte sa më shumë të ketë aleat nga ato republika dhe të realizojë planin e vet. Çdo gjë që ka ndodhur nuk ka qenë pa skenar, por gjithë skenarët kanë qenë anti-shqiptare, kundërshtim me interesin e shqiptarëve. Në këtë drejtim ne nuk kemi arrit të perceptojmë gjitha këto lëvizje dhe prandaj edhe sot e kësaj dite jemi mbrapa. Profesor, vitin 1996, PDSH-ja hyri në qeveri bashkë me VMRO dhe FMN. A filloi të lëviz pak të avancohet pozita e shqiptarëve aso kohë në Maqedoni? Kohën e PDSH-s, dukshëm ka bon lëvizje. Hajtë flasim realisht. Unë thash, lëvizjet kanë qenë të prekshme edhe kanë qenë të pashme.
Mirë po tash ndodhi shka ndodhi. Gjithë shka ndryshoj, ishte lufta në Kosovë. Po të shejo përballa dhe me luftën në Kosovë. Një luftë që ishte përgjithësi e gjithë shqiptarëve. Përgjithësi e gjithë shqiptarëve, kudo. Se ishte çështje shumë e ndihshme. Se u ndërlidhke me fatin tonë. Edhe tash në drejtim, mendoj se u dashke me qenë të vëmendshëm gjithë. Ai proces u përmbyll me intervenimin e NATO-s, por që i parapriu ushtria qendrore e Kosovës. Një problem historik shumë i rëndësishëm për pozicionimin e shqiptarëve në Ballkan. Procesa se si rrjedhën mrapa, edhe çka ndodhi? Ndodhi edhe shumë çka tjetër. Tash sa kanë qenë shqiptarët me ndikim për mi kontrollu proceset, është shumë në një emision së mundët njëri të rrijet të rëmbullaksoje, po me gjithate ka të meta dhe ka gabime që nuk na falen edhe sot. Profesor, përfundoi lufta në Kosovë, kontributi dihet atëherë edhe i shqiptarëve të Maqedonisë, edhe i çdo familje shqiptare dhe krejt. Mas 2 vitesh, vitin 2001, shpërtheu lufta në konfliktin në Maqedoni. Diku në prill, nëse zgaboj, ka fundi i prillit. Ma herët pak me provokimin. Deputeti Hysni Shaqiri ishte kryetitull i lajmeve mediumeve të ndryshme si në Maqedoni, po ashtu edhe në Ballkan dhe në botë. Braktisi koltukun e parlamentit, ju bashkangjitë radhëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare. A ishte hap i guximshëm i juaj në atë kohë? Edhe çka vendosi që ju të kapni pushkën edhe të rreshtoheni me uniformë? Shifeni gjatë. Unë do të njalli pak emocione, me që jemi një vendit, po dhe si shqiptar po bisedojmë, luftën Hysni Shaqiri, 2001 nuk e kam sjellë. Ta them me plot bindje. Por ju bashkangjite? Po njetash të të talë. Në momentin ma kritik, kur erdha të vlerësimi se kjo luftë nuk duhet të humbe, me çfarë do çmimi, unë ja dhash drejtën vetës dhe ju bashkangjita për mi dhonë mbështetje dhe jehon dhe të ndodhe një mobilizim i përmasave të nevojshme që synimi im personal ishte që me asnjë çmim mos ta humbim luftën. Sepse humbja asaj lufte për neve do të kishte qenë fatkesia më e madhe. Këtë e kam menduar unë. Edhe momente kritike, krizës, duhet jemi gjithmonë të vetëdijshëm edhe të përgatitur të ballafaqohemi me çfarë do krize qoftë, edhe me jetën nëse kushton, edhe me karrierën politike. Kur është interesi kombëtar, ndodhen lëvizje, ndodhen diçka e tmerrshme që ato arritën të thojnë qeveria e Maqedonisë atëherë aktuale se e fituam luftën me rastin që ndodhin kalanët e Tetovës. Unë kur kam dalë, ka shumë gjëra që nuk i them se nuk është në rregull të them. Kam dalë me një bindje se sikur edhe mos të arrijmë të rrumbullaksojmë këtë proces në mënyrën e nevojshme, të dëshirueshme, ne asesi nuk duhet dalim poshtruar. Këtë drejtim unë e falenderoj që jam sot në brenda në qytet Kumanovës. E falenderoj shumë rinien e Kumanovës, që ka qenë masovike në mobilizim dhe i dha jehon luftës. Unë kur shkoj me një familje ngushëllime, vdiq baba i Gjemës edhe se Gjema herët
edhe i Gjelilit. Shkova, ngushëllime. Kur dola, vdiq baba, një burr i mirë shumë, më kanë lavdru. Edhe shkam ka thonë Gjelili, kish pasar për Austrijës. Tha, kur ki dalë ti në atu dy vllazërit kemi dalë vullnetar. Mobilizimi i Kumanovës nuk mund të përshkruhet. Kush do që shdoje, edhe i fshatrave, a gjën teren. Por i Kumanovës ka qenë i përmosave të pa përshkrushme. Aje e boni atë luft që tjetë e sukseshme dhe këtë jehon. E tash, gjonat nuk ndodhin rastësisht. Gjonat nuk ndodhin si pas emocioneve dhe dëshirës dhe vullnetit. Po duhet njeriu me sakrifiku në momente kur e kërkon nevoja. Unë ata hap që e kam dërmar, nuk kam qenë i papjekur. Nuk kam qenë i pakujdesshëm. Nuk kam qenë njeri që më ka udhëheq gjithë shka që është në një avantur dhe ta përshkuj. Kam thonë, ja sot jakur, ne duhet këtë proces të përmbilëm. Edhe sot vazhdoj të jem i fort, me atë pak fuqi që më ka mbet, se luftën nuk e humbëm. Kjo ka qenë për mu suksesi më i madh. Asaj për këtë çështjeve tjera, unë i kam kuptu krijet 3 javë, mas 3 javë s'kan kalu, se është një lojë që e luajnë strukturat saktura për qëllime personale. Nuk e thëm për diçka që dikant ta ngarkoj, ma tepër se sa i ka bën ngarkes vetës. Po këto janë fakte historike për të cilët nuk duhemi asnjëherë të shmangemi nga realiteti, nuk duhet të shmangemi nga realiteti. Se hikja nga realiteti është puna më e ligjshtë e çdo personi. Unë krejt në fund, shfaqer edhe në politikë më rapa që unë isha kur dola më njerë isha në listën e zezë amerikane. Kërkesa ishte për mua me më rrëstu. Por isha i sigurt, pjesën në zonën e lënë. Por një gjë të them. Në gjithë këtë lëvizje, në gjithë këtë përpjekje, përsi po them, shqiptarët kanë pas të drejtë të mbrojnë pragin e shtëpijës. Shqiptarët kanë pas të drejtë të luftojnë për të drejtat e tyre. E dikush tjetër mrapa që i ka keq përdor, atë kapital të luftës për qëllime personale, për interesat e veta, kjo është tradhtia më e madhe kombëtare. Profesor, megjithatë, lufta, pjesës së cilës edhe ishit edhe jo, ndryshoi nga themelet pozitën e shqiptarëve në çdo sferë të jetës. Mirë po, Hysni Shaqiri, për herë të dytë, tash nga pozita e nënkryetarit të parlamentit, lëshoi koltukën për të vazhduar kërkimin e drejtësisë, apo si ta themin e këtë. Pse në fakt sërish braktisët parlamentin? Këtë herë nga pozita e nënkryetarit të parlamentit. Shifeni gjatë, një gjë është shumë e qartë e kthjellët për mua. Përsi po them, unë në qoftë se e kam kuptu luftën si një vujtje e popullit, si një sakrificë, edhe e kam kuptu, unë e vetës nuk e kam dhënë asnjëherë drejtën që të arrej diçka që e dëmton interesin e shqiptarëve, interesin e luftës, kapitalin e luftës, edhe në fund, edhe kur flitet se Hysni Shaqiri ka dalë për partijeve, ja baj me dije gjithë opinionin shqiptar, ku do që jeton. Hysni Shaqiri ka dalë në 2005 vetëm prej BDI-s. Me fakte, e kam lëshu, e kam pas se punt, nuk shkojnë si duhet. Se une, pangurim, i kam thonë, strukturave të caktura të BDI-s atëre. Ju kur shkoni rrugën e mirëni për vendin ku keni lind, ju nuk keni problem. Unë kur dal vetëm prej Shkupit, Hasanbegen aton, duke përfshinja Raçinën, deri ku jetoj une, shef vetëm
murët e rrënume, kulme të shkatërrura, shtëpia të djegura. Nuk e kam letë. Këtë unë nuk muj me shkel kush si doje, edhe kam bajt qëndrimin tim. Në kuadër të këtij qëndrimi, unë nuk mendoj se kam bo gabim. Unë përsëri kthehem te 2001. Nuk kam dalë për mendje madhësi. Nuk kam dalë në luftë për të kriju karrierë politike, se unë kam pas. Kam dalë për interesin e kësaj popullate që mos të poshtrohet ashtu si dëshirojnë forcat e armatosura të palës kundërshtare. Dhe fal angazhimit edhe të rive, edhe mobilizimit, une dalja ime ka qenë shumë e rëndësishme, me vetë faktin se zona u mbrojt edhe deri në përfundimin e luftës, dhe ka qenë, i pëlqen dikuj apo si pëlqen, çështjet kombëtare nuk duhet lokalizohen në teritoret saktura. Janë interes i përditshëm. Po kjo pjesë e shqiptarisë ka thonë maksimumin e maksimumit. Zbashku me popullatën që fëmijë, gra të moshume, plaka, pleq, kanë sakrifiku dhe kanë përjetu të merrin, por nuk e lëshun vatanin. Kumanova si Kumanova me popullatën shqiptare ishte në shërbim të krejt atij procesi. Dhe krejt që popullat e kësaj ane, dikush thirret në uniform. A ka pas uniform, as ka pas, ka qenë konflikt armatosur. Konflikti armatosur ka qenë. Për të gjithë. Por, aja është histori, aja ka do me thonë nësot, sa do që dikush ta keq përdore, unë në ju them, proceset historike zjasin me dekada dhe në gjithë zhvillimin e ngjarjeve në Ballkanin perëndimor. Kjo pjesë e shqiptarisë e ka dëshmu veten se është popullat që i del Zot tokës vet dhe vatanit. Profesor, ju aktualisht jeni në pension. Tash e disa vite, pasi u shtruat edhe një postin e deputetit. Në ndërkohë, në skenën politike në Maqedoni ndodhen shumë ndryshime politike. Pas 22 vite, në pushtet erdhi krejt një front tjetër, një kamp tjetër politik i krijuar nga opozita e deridjeshme shqiptare, duke zëvendësuar BDI-n dhe partnerët tjerë të koalicionit i quajtur si Front Evropian. Kjo është që nga 8 maj vitit të kaluar. Interesant është se në përbërjen e grupit parlamentar të pozitës së sotshme është biri i Hisni Shaqirit, Riadi. Si shikni skenën politike, çështjet e sotit aktuale në Maqedoninë e Veriut? Shifën e gjatë, djalin tim Riadin e ka propozu e nëzori kandidat Aliansa për Shqiptarët. Arbeni direktisht. Arben Taravari. Taravari është. Po, Arben Taravari. Edhe, të them drejten, duke pas parasysh përgjegjësinë që kemi ndaj çështjes kombëtare, nuk i thash që mos se pranoj kandidaturën, e pranoj. Kjo është një nder për familjen, për mua, për djalin, se ki popull përsëri vlerëson njerëzit e sakrificës, njerëzit që kanë taban kombëtar. Sa do që të flasin qarqet e caktuara që kontrollohen nga nën toka anti-shqiptare, ki popull përsëri udhëheqet nga mendja e vet e kthjellët. Dhe prandaj është gjallë sot dhe i kam mbijetu gjitha krizave. Dhe ishte një proces shumë diskutabil se pala tjetër që ishte konkurent politik, ato nuk zgjedhshin mjete. Gjitha i përdornin, do me thonë, për me rënu direkt autoritetin e gjallit dhe familjes time. Njerëz pa cip, pa ftyrë, që nuk nguronin, nuk u turpnonin edhe të thirrën në luftën e 2001-shit, por lufta e 2001-shit duhet ta dinë se ka një
çka thënë o gjak, të krijet të dhomës, edhe ku ullët ai që është mëritor. Po ato nuk mashin mjete, u futën në krim, u futën në kontraband, u futën në vjedhje, banën gjithat zezët, ja banën këtij populli, edhe pse ishte shumë i varfër, edhe ma shumë e varfërur. Dhe nuk turpërohen flasin për luftën e 2001-shit, për UÇK-n. Luftë 2001 ka pas në Tetov brigada 112 dhe brigada 113 e Kumanovës. Këto dy qendra kanë qenë. Tjerët kanë qenë vetëm, çka thënë këto, improvizime, lojna për me taktizu. Këto dy qendra. E në qofë se na nuk i respektojmë, jo tash, sa e ka qenë luftë kombëtare. Do të mirët si merit e gjithë shqiptarëve, sa ti ka pas gjem nga gjithë pjesat e banuar me popullat shqiptare, kosovare, ka pas për Shqipërije, që 5 janë vramë dëshmorë të Shqipërijës. 5 janë vramë këtë luftë. Ka pas prej Kosove, ka pas prej gjitha anëve. Por me gjitha të kesh përdorët edhe të përvetësohet nga një individ, apo nga një grupi njerëzve, të cilët nuk e din se çka ka qenë 2001 për këtë pjesë të shqiptarijës. Se nuk kanë qenë asnjëherë në zonë të luftës. Kjo është marrëzi. Prandaj ne kemi gjendjen kështu të mjerueshme edhe do të vazhdojmë ta kemi të mjerueshme. Kërkush ka nevojë me majt dikush në dorë, edhe kërkush s'ka drejta me thonë se unë bona për popullin tim, me që asgjë nuk është e mjaftueshme, derisa nuk e kemi zgjidhur çështjen kombëtare. Ne nuk e kemi zgjidhur. As me 2001-shin. Li këto mashtrime dhe rrena që mirën, jo kjo kështu, nuk luhet me fatin e kombit, nuk luhet me fatin e popullit. Ki popull ka nevojë për njerëz sinqert, për organizim të mirëfillt, njerëz të cilët janë të besueshëm për popullin dhe ju prin proceseve. Se koha nuk pret, koha është e pamëshirshme. Ndaj neve, jo vetëm koha që në ka shkaktuar probleme, po dhe ne vetës i kemi shkaktuar probleme në proceset demokratike, se sa kemi pas me analizu, mundësi me arrit, sukses nuk kemi arrit. Kanë lëvizionat, mos bëhemi nihilista, mos bëhemi njerëz të cilët gjithçka e shohim vetëm zi. Por kanë pas mundësi shqiptarët më shumë bëjnë, mas 2001-shit. Minimumin, mos zbresin nga një popull që pa identitet që sot llogaritën me përqindje. Me përqindje. Apo kupton e? Mund të them edhe këtu një çështje, që keni, ti e din se për Shkupin, kur ka qenë ndarja territoriale, kemi pas një mbledhje në Mavrov, strukturat politike, partia BDI-ja, me një vetëknaqësi, e thot para neve, ku isha unë, edhe unë ati i pranishëm, thot kemi arrit një marrëveshje me LSDM-n që gjua shqipe në kuadër të Shkupit të përdorët edhe pa u plotësu 20%. A 20% është kategori kushtetuese. I ndigjoj me vëmendje dhe në fund ju them. A keni be parasysh një fakt ajo? Nëse nuk plotësohet 20% si kategori kushtetuese, që ju vetë keni pranuar, gjykata kushtetuese u udh poshtë. A keni parasysh? Jo dhe njëni ishte aty s'pja përmendin, me i ka qenë deputet, po ti bethash këtë gjona duhet mi ditë. Kjo ka qenë reagimi. Mavrov, ishmi për ndarjen territoriale. Thash, gjua shqipe përdorën në parlament, mos ketë drejta në kuvendin e Shkupit. Kjo është marrëzi, thash, kjo nuk mundet. Kur kemi arë në kryesi qendrore, mbahet mbledhja përsëri për ndarjen territoriale dhe decentralizimin e pushtetit lokal, se kanë ndryshuar mendimin. Aty ishin deputet, ishte kryesia. Atëre, në përfundimin e bisedimeve. Po ja them shumë në mënyrë origjinale, pa kur një, se e kam parasysh, ke shumë njerëz prisht. Prandaj vujmë na. Thonë, çka kjo punë? Unë për ju të regoj, thash haptas, publikisht, ka njerëz gjallë, deputetë dhe le të deklarojnë, hisni u dhe të thojnë, hisni Shaqiri, po manipulon.
kjo ka ndodhë në 2004. Thash unë po ju tregoj. Unë do të diskutoj kundra ligjit, nuk do ta votoj edhe nuk do të kursej kur gjon ndaj partijës. Keni kujdes se do t'u ballafaqoni me mua. Kjo ka qenë qëndrimi im. Atëherë, brenda një situate të tensionuar, u mor vendimi që Sarajit i bashkangjitet Shkupit, që e plotsoj ke 20 e ma shumë përqinqin, sot Shkupi ka 22%, edhe nuk e lejova. Tash, nuk është mirë vetën në aspektin individual me fol. Kjo ka qenë realiteti. Asnjë goja se kanë qelë. Bilën flitëshin për Kërçovën. E thash që vjen turp. Shkupi krije qytet, ju flitni për Kërçovën. Kja turbe. Thash, asu marronja. Po i kemi hakbe këtë kaj popullat. Edhe atërë s'patën shka me bo, kur e panë, se s'ka njerë, e ndryshun. Ka ndodhë shumë ngjarje që kjo popullat shumë pak i din. Po një gjë po ta them. Mbi gjitha, ne edhe nuk jemi besimtar sa duhet. Të Zoti. Unë, këtë drejtim jam shumë i kthjellët. Nuk i bëj shërbimet këtë nga shtafetare, po jam besimtar. Zoti më ka ruajt edhe në kohë luftës, ka kam shku më kanë gjujt, ka ruajt edhe në politik, edhe po ju them, çdo kushi që çka do të flase, Zoti e di, unë këtë drejtim e kam mbrojt pastërtinë time. Edhe sot, për aq vjet sa më kanë met, çka të jetoj. Nuk kam kështu them se do të rrëshqas, po do të mundohem edhe familjes time që edhe djali sot është deputet, do doja që asnjëherë mos bjerën provokim, edhe do të vazhdoje se njerë edhe këtu pe përfundoj një zonë prej Shqipërisë kishar para një 2 vjetëve. E zhvillon, kish pas dëshirë të më shofe, të më takoje. E zhvillojmë, do shok më tregun, thash takoheme, e pi unë një kafe, aja një qaj. Në fund ma boni një pyetje. Tha, kilometra shigimtar në rrugën tonë. Ju drejtova, thash, këtë pyetje kur kush më ka bërë deri tash, e vetmi ati që më ki bërë. Ai ishte shumë domethënëse. Njeriu duhet me vazhdu rrugën kombëtare. Njeriu duhet me i pri proceseve. Njeriu duhet me mundu me ndërtu diçka pozitive aty ku jeton. Jo sikur sot trit janë dhënë gjithë se s'kan ekzistencë, kushte ekonomike, pe braktisin vendlinjen dhe të lëmë këtë vend shkret, po shkojnë në perëndim, ku do t'jemi ne? Çka do t'jemi na nesër? Kur kus mirët me këtë temë? Këto janë punë të njerëzve badakçi, njerëzve ignoranta, njerëzve që janë funë në krije, manipulues me fatin e kësaj popullate. Profesor, ja jemi në fazën kur je pensionist. A e shfrytëzon kohën e lirë për të shkruar memare, për të botuar libra? Zakonisht politikajt fundin e karrierës e shfrytëzojnë për të nxjerrë në dritë shumë gjëra që nuk janë thënë gjatë karrierës. Patjetër, unë po të them, unë jam i shqetësuar, kam një mërzi brenda vetvetes se shumë çështje nuk kanë përfunduar favor të interesit ton kombëtar. Edhe njëre potencoj, edhe lufta diminishit nuk u përmbyll. Unë si kam mendu Izni Shaqiri. Edhe tash s'kam çka bëjnë rreth asaj teme se janë si ka njerë thojnë lufta. Lufta nuk i përmbyll këtë problemet, i përshpejton problemet. Por lufta ka njerë detyrohesh. Por janë procese që i përshpejton proceset. Ne kemi humbur më shumë në paqe se sa në luftë. Më shumë në paqe se sa në luftë. Dhe mos mundohemi se drejtësien arrim të realizojmë, ne qështu si jemi të organizuar dhe si jemi të vepru. Drejtësien se ne vendos i dopti. I dopti gjithmonë i gëzohet jetës së vetë dhe e faliminderon Zotin që i ka dhënë aq sa ka të drejta. Për të drejtën vendosin të fortit. Po, a jeni duke punuar diçka për të votu? Për të votu në një libër? Po, shive, patjetër, unë nuk rri i qetë,
edhe do të vazhdoj rrugën time, sepse detyrimi ndaj çështjes kombëtare. Le ta kuptojnë. Nuk e them unë sa për unë po ju them. Le ta kuptojnë se detyrimi ndaj çështjes kombëtare është deri në frymën e fundit për çdo njeri. E për atë, unë kam të drejta se në 2001 jam pajtu me vdekjen. E kuptojnë as e kuptojnë të lufar individi me lloj ngarkese, të them, funën krije që e dëmton çështjen shqiptare, kontrollohet nga elementi anti-shqiptar, mundohet mi njollos figurat e ndershme dhe kombëtare. Unë deri në pikën e fundit, deri në momentin, unë punoj për çështjen kombëtare. Sa kam fuqi, sa kam fort, se kontributi i çdo kujt është shumë i rëndësishëm. Por kontributi kur merr formën e organizimit kolektiv është vendimtar dhe vendos për çështjet edhe më të rënda, më të vështira që sot llogarit dikush se thot nuk zgjidhet kjo, nuk zgjidhet ajo. Ideali jon është i qartë. Të jetojmë bashkë si popull, si kombë, kudo që jemi në hapësinën tonë, tokën tonë, kjo në takon e drejt është që garantojnë edhe konventet ndërkombëtare. Profesor, ishte kënaqësi që të pata mysafir, që të debatuam për shumë çështje, sollët për opinion goxha disa tema, po jam i bindur se disa tjera i ke ruajtur për vete dhe ndoshta do t'i botosh në ndonjë libër edhe së shpejti do t'i shoh. Ju falenderoj edhe juve shumë, ju uroj sukses, ju prifte mbare. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu edhe po e përmbyllim këtë epizod të podcastit Fol. Shihemi në epizodet të tjera. Mirupafshim.